speciale që përdoren vetëm nga personeli amerikan, pra nuk mund të jepet një civili. Po. Dhe kjo bëhet duke çuar forca të veçanta me helikoptere. Parmbrëm kemi rrëzimin e një helikopteri amerikan në ujërat e Po kanë qenë dy helikopterë, të cilët kanë qenë duke shoqëruar, pra një ka qenë Apache dhe një helikopter tjetër transporti që shoqëronte këta individ specialistë të forcave amerikane, të cilët vjenë nëpër këto dhe zbarkojnë në këto anije civile, të cilat pastaj me anë të aparaturave speciale amerikane i mundohen të kalojnë duke shmangur minave, gjërave dhe komunikimeve të gardës revolucionare iraniane. Pra është rrëzuar, nuk është se e kanë rrëzuar. Jo, nuk e kanë rrëzuar, është rrëzuar për çështje teknike. Dhe në momentin që është rrëzuar për çështje teknike, atë në këtë moment ka rënë në ujërat e ngushtisë së Hormuzit, në afërsi të ngushtisë së Hormuzit. Në këtë moment Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë lëvizur dy anije luftarake në afërsi të sepse në këtë moment nuk operacioni nga një operacion kalimi u kthye në një operacion shpëtimi, sepse duhet shpëtoheshin këta persona që ranë. Po që shpëtoheshin duhet që anijat amerikane të afrohen deri diku në mënyrë dhe në moment që anijat amerikane ofruan në ngushtisë të Hormuzit, po pa tentuar të hynin atje, atëherë garda revolucionare lëshoi 4 raketa jo në drejtim të iranive, po jo me qëllim për t'i goditur. Thjesht për t'i paralajmëruar që kemi dhe operacioni vazhdoi për shpëtimin me varka të tjera, kështu, po jo me anije të futura. Pra, dhe të gjithë dhe anijet që tentuan të kalonin ngushtisën e Hormuzit u kthyen mbrapsht. Anijet që cistern po edhe që u kthyen mbrapsht. Ndërkohë u shpëtua personeli. Absolutisht u shpëtua personeli, pra nuk pati humbje të personelit. Dëgjuar helikopterët Apache prej nuk pati humbje të personelit, po kjo ishte në këtë tentativë, pra në këto tentativa që bëhet. Edhe kjo është një në aspektin ushtarak është një humbje taktike për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dritan, po kjo pamja Dritan se bëri përshtypje. Kjo është një pjesë e raketë, pjesa e dytë e raketës, pasi shkëputet koka, sepse të gjitha këto janë raketa balistike të cilave ju shkëputet koka në momentin që hyn në hapësirën ajrore. Do ta kemë regjia dhe fotot veçanta. Dhe në momentin që hyn koka shkëputet, sepse kokat janë të manovrueshme. Okej. Dhe ta është koka që bën shpërtimin. Është koka që bën shpërtimin. Kjo është pjesa e raketës që ka karburantin dhe që ka sjell deri në atë. Dhe në momentin që hyn, pra kjo Pra, jo nuk është raketa, le të themi. Nuk është raketa, në momentin që hyn në territor. Ja ku është Dritan, ja. Se më bëri shumë përshtypje. Po, pak atë lapsin tuaj, se keni kokën. Pra, kjo është raketa. Pra, kjo është raketa që hyn. Në këtë moment që raketa hyn në hapësirën ajrore të vendit që do godas, atëherë kjo koka shkëputet. E qartë. Pra, koka është shpërthyese dhe koka në këtë moment ka disa motorë të vegjël, që komandohen me satelit që i japin lëvizje kokës. Dhe ka një sasi të vogël karburanti që e ndihmon për të lëvizur. Kurse pjesa më e madhe e karburantit është kjo pjesa e raketës që mbushur me karburant. Pra, kjo pjesë që shihni kjo është pjesa e motorit të raketës, motori bazë, dhe kjo pjesa tjetër është karburanti dhe pajisjet e tjera që e drejtojnë derisa të hyjë dhe pastaj drejtimi kalon tek koka. Mos është e pashpërthyer. Jo, nuk është e pashpërthyer dhe është shkëputur dhe në momentin që hyn në territor, në momentin që ka ardhur dhe ka hyrë në territor për të goditur, pra. Është ngritur këtu. Ka ardhur dhe ka ardhur. Në momentin që vjen këtu, atëherë kjo koka është dhe kjo koka ka ikur për të goditur, dhe kjo ka rënë në gjendje të lirë. Pra nuk kemi të bëjmë me një raketë që s'ka shpërthyer. Jo. Se unë pamjet pare mendova që Jo, nuk është e tillë. Por ama ajo çka ka ndodhur aktualisht midis Iranit, Amerikës dhe Izraelit me këtë veprimin e fundit, mendoj që i ka dhënë të kuptoj Iranit se kjo të ndodh kur ti ke të bësh, pra e kanë nënvlerësuar civilizimin iranian, sepse Irani është civilizim. Një civilizim me një memorie 2500 vjeçare, që ka luftuar në këto 2500 vjet për ekzistencën e këtij civilizimi me çdo lloj perandorie që njeh historia botërore sot. Edhe ka mbetur po ky Iran që është. E qartë, po tek pjesa Dritan sa pres ka për një armëpushim, sepse e dëgjojmë Trumpin që të paktën gjatë kësaj periudhe vetëm për pavarësisht asaj, njëri nga deri më tashti palët kanë rënë dakord disa herë. 6 herë deri më tashti është ofruar Trumpit pra për të firmosur dhe në momentin e fundit Trumpi e ka refuzuar me ndërhyrjen e lobit çifut zionist të Izraelit. Pasi palët kanë rënë pothuajse dakord, gjërat vogla janë dhe sa herë që Trumpi e shtyn, aq herë iranianët shtojnë një kusht. E qartë. Kështu që pra, unë mendoj që do të firmoset një armëpushim, por siç e deklaroi edhe zëdhënësi i Hamasit, është bëhet llaf për armëpushim dhe jo për paqe. Në këto pika jemi aktualisht. Dritan, ndërkohë
Do kalojmë pak edhe në dy çështje tjera, në fakt, se kjo ishte për sa i përket gjeopolitikës. Ose për sa i përket asaj raketës që ve thatë që Jemeni pra Hutët kanë lëshuar ndaj Arabisë Saudite, nuk është lëshuar një raketë ndaj një bazë ushtarake në Arabinë Saudite, po sot akoma to Elish edhe sot edhe autoritetet saudite. Autoritetet e Jemenit e kanë kundërshtuar që kanë lëshuar një raketë ndaj kësaj baze, po edhe autoritetet saudite nuk kanë konfirmuar që një raketë ketë ardhur nga Jemeni. Pra është një raketë që po varet se nga kara akoma s'është përcaktuar se kush e ka lëshuar. Aty duhet kemi që parasysh që lindja e mesme është një fole grerzash, ku pavarësisht se palët duken edhe arabët që janë shumicë dhe mbulojnë nga dishullin arabik, nuk e duan njëri tjetrin. Dhe gjatë këtyre kushteve mund të ketë çdo kusht ketë përfituar për të lëshuar një raketë, pasi nuk merret vesh se nga vjen derisa të merret vesh, gjërat mund të jenë sheshuar ose diçka tjetër. Pra mund të ketë ardhur nga Emiratet, mund të ketë ardhur nga Irani, mund të ketë ardhur nga Izraeli, mund ta kenë lëshuar Shtetet Bashkuara të Amerikës në një raketë dhe ajo më pas nuk ka mbritur në destinacion, po ka rënë, ka humbur drejtimin, pra gjithçka mund të ketë ndodhur. Për këtë arsye ato Arabia Saudite deri tash nuk ka dalë me asnjë deklaratë zyrtare që po janë thjesht, to janë njoftime mediatike që bëjnë që raketa, por realisht nuk ka një deklaratë zyrtare nga Arabia Saudite që të përcaktojë se nga ka ardhur raketa ose kush e ka lëshuar këtë raketë. Dritan, në këtë pjesë të emisionit do të kalojmë tek një çështje tjetër që lidhet me fatin politik të Kosovës. Si i lexove rezultatet e këtyre zgjedhjeve? Çfarë mendon se do të prodhojnë? Po fillimisht cili ishte mesazhi që qytetarët e Kosovës i dhanë politikës kosovare? Mesazhi që qytetarët e Kosovës i dhanë politikës kosovare është një shprehje e vjetër. Në Kosovë kanë një shprehje që thotë që shkërdhen prifti e lan katuni. Pra, qytetarët i treguan me këtë pjesëmarrje të ulët. Treguan që ju bëni qef edhe ne duhet ta lajmë të qefin tuaj. Pra nuk jemi dakord që të lajmë këtë qefin tuaj. Pra mos pjesëmarrja në zgjedhje. Nuk ka pasur mos pjesëmarrje? Ka pasur mos pjesëmarrje në zgjedhje. Pra ka pasur rënje të pjesëmarrjes në zgjedhje. Për çdo herë ka pasur rënje. Edhe këtë radhë kishte rënje pjesëmarrjes në zgjedhje. E qartë. Pikërisht. Pra kjo do thotë që qytetarët janë lodhur nga kjo lojë politike e këtyre grupacione politike, partive të cilat nuk duan të japin zgjidhje ose nuk munden. Pra në Kosovë nuk mungon mundësia për ta zgjidhur çështjen. Mungon dëshira për ta zgjidhur çështjen. Pra kemi mos dëshirë të palëve politike për mos t'i dhënë zgjidhje. Dhe kjo tregon që të gjitha palët politike janë të dhëna vetëm pas pushtetit. Asnjëra nuk është interesuar për ardhmërinë e Kosovës, të shtetit Kosovës. Janë të gjithë të lidhur ngushtësisht me pushtetin dhe po punojnë për pushtetin e tyre. Sepse zgjedhjet erdhën për shkak se palët nuk u morën vesh. Po. Tashmë, me këto zgjedhje që u bën, me këto rezultate, kemi kaluar në rezultatet e vjetshme e zgjedhjeve që u bën vjet. Pothuajse në të njëjtin rezultat. Me përqindje të vogla, me 1-2% diferenca. Jemi rikthyer sërish në atë. Pra, tashmë palët ose duhet të ulen të merren vesh me njëra tjetrën, gjë që mund ta bëjnë kollaj, ose do të çojnë sërish qytetarët në zgjedhje. Dhe kjo sërish qytetarët do ta ulin pjesëmarrjen në zgjedhje. Pra, politika në Kosovë e ka marrë peng Kosovën dhe popullin në Kosovë për interesin e vet politik, ngushtësisht vetëm të vetin, jo për interes Kosovës. Pavarësisht se flasin për interes Kosovës, nuk po veprojnë në interes Kosovës. Normalisht që rezultati nuk ka qenë i çuditshëm, nuk ka qenë i çuditshëm. Për vetvendosje, se ti marrim edhe për vetvendosjen, pra ne kemi diskutuar, tu kemi thënë që vetvendosja mund të humbasë 5 deri 7%, ka humbur 8%. Po. Pra nuk është ndonjë. Po. Aty kemi qenë. Dhe ky 5 deri 7% aq ishte kapaciteti i Vjosa Osmanit. Dhe ky 5% ka vajtur te LDK-ja. Pra LDK-ja ka pasur rritje 5%. Pra kaq ka pasur kapacitet Vjosa Osmanit si dhe lindje te LDK-ja, 5%. Sepse mund të sillte rritje më shumë te LDK-ja, por nuk solli për arsye se Vjosa Osmani te LDK-ja erdhi me një listë të vetën. Dhe lista nuk ishte vlerë e shtuar për LDK-n, po ishte barr e votuesit për LDK-n. Për këtë arsye, Vjosa solli arriti të binte vetëm votat e veta, dhe jo edhe të tjerëve që sot të tjerët nuk kishin asnjë vot. Dhe kjo e futi LDK-n në një krizë tjetër, sepse LDK-ja tashmë është partia e tretë. PDK-ja kishte një rritje të vogël, po edhe ajo jo në një rritje të madhe. Pra kaloi në të njëjtat nivele që ishte rritje ka patur vetëm LDK-ja, Dritan? Edhe LDK-ja edhe PDK-ja kishin rritje të vogla.
Vetëvendosja ka mbetur mund të quhet rënje të vetëvendosjes, por realisht është që ky 5%, 7% që humbi vetëvendosja ishte i Vjosa Osmanit, pra nuk ka qenë i vetëvendosjes. Vetëvendosja ka mbetur te votat e veta, pra te përqindja e vet. Te 41, 42%, 43% mori herën e parë, pra në zgjedhjet e vjetshme, 43%. Pra kaq është, në zgjedhjet e vjetshme të shkurtër 43%. Kështu që nuk është ka mbetur te niveli vet. Nuk ka lëvizje të votave të saj vetëvendosja. Votat e saj ka fikse. PDK-ja ka pasur një rritje, edhe LDK-ja për shkak të ardhjes së Vjosa Osmanit, po vetëm për shkak të Vjosës, 5% i Vjosës, asgjë tjetër. Pra, unifikimi që ka bërë Vjosa elektorati i LDK-s nuk e ka pritur mirë, sepse ka parë që Vjosa ka ardhur vetëm për interesin e vet dhe nuk ka sjellë ndryshim, për arsye se Vjosa edhe gjatë kohës që ishte në fushat elektorale, përsërisi të njëjtat gjëra që deklaroi ditën kur u shkëput nga Albin Kurti. Pra nuk është se solli të reja. Ajo nuk është se i mungojnë asaj. Pra ajo mund të sillte shumë gabime të Albin Kurtit në qeverisje, por problemi është që ato gabime të Albin Kurtit në qeverisje janë bërë me lejen e Vjosa Osmanit, sepse Vjosa Osmani ka mundur sa kohë ka qenë presidente të ndërhynte në këto. Ka prodhuar dhe kosto. Absolutisht. Pra kjo ka kosto qeverisën ato. Dhe në rast se ti do të në rast se kjo do të shpjegonte gabimet e Kurtit të bëra gjatë qeverisë së tij, që kanë dëmtuar Kosovën, duhet mbante përgjegjësinë edhe kjo. Pra kjo nuk e ndryshoi retorikën, pati vetëm një retorik fikse nga dita e parë deri ditën e fundit, që nuk solli asgjë. Nuk solli asgjë për LDK-n, se Abdigjiku thoshte që jemi ngritur. Abdigjiku nuk arriti ta kalojë 20%-in, pra LDK-ja nuk e kaloi 20%-in. Dhe mos kalimi 20%-it, pra LDK-ja në zgjedhjet e parafundit ra poshtë 20%-it. Dhe nuk arriti tashmë me këto zgjedhje edhe me Vjosa Osmanin ta kalonte 20%-in. Që do të thotë? Pra që do të thotë që LDK-ja ka psuar humbje, nuk ka psuar asnjë fitim. Pra kjo rritje nuk është rritje. Erdhi vetëm për shkak të Vjosës, pra është një rritje për shkak të një individi, jo për shkak të një bashkimi mekanik, po nuk ka prodhuar jo për shkak të një projekti, jo për shkak të një sinergjie, jo për shkak të një bashkimi të elektoratit. Që mund sillte shpresë për këtë shpresë, mund sillte shpërthim si shpresë. Pra, se mund sillte, duhet kemi gjë pra. Shikoni. Albin Kurti ka marrë 42% votave. Okej? PDK-ja ka marrë 21% votave. 17% i ka marrë LDK-ja dhe 7% i ka marrë AAK-ja. Pra AAK-ja lëviz midis 5%, 7%, aty 6%, 7%. Pra këto ka një rritje, po një rritje të madhe, jo një rritje substancionale. Pra në këto ujëra jemi. Dhe tashmë hajtë të bëjmë një mbledhje shumë të thjeshtë. E heqim vetëvendosin që ka 42, gati 43%, 42.9, 43.8 diçka tillë, pra gati 43%. Dhe hajtë të bëjmë të. Pra 21 edhe 17, 38. Okej? Po. Edhe 7 45. Pra 45% merr opozita në rast se LDK-ja do arrinte ta kalonte 20%-in. Pra do shkonte 23%. Ose 24%. Atëherë së bashku këto të treja do kishin mundësi të krijonin qeveri. Të nuk e kanë mundësinë tani. Se bëjnë dot qeverinë, sepse s'kan, nuk pra edhe në rast se ju jepet për ta bërë qeverinë, këto 45% bëjnë bashkë. Pra këto edhe po t'ju jepet nuk e bëjnë dot nesër. Pra duhet patjetër të bëjnë koalicion ose me palën serbe që ka 6.5%, ose duhet në njëra këto nuk e bëjnë koalicione. Po nuk e bëjnë dot sepse nuk duhet kapësh 50 plus 1. Pra duhet kapë ky 50%. 50 plus 1. 50 plus 1 nuk e kanë, të treja këto bashkë nuk e kanë. Po. Pra 45% ka PDK, LDK, AAK, 43% ka vetëvendosja. Vetëvendosja, tash i marrim këta të tre, po të marrin edhe serbët, këta e kalojnë 50%-in. Kurse vetëvendosja po të marrin serbët nuk e kalon 50%-in. Problemi është që secila palë tashmë është e serbët. Pra të dyja palët i kanë atemuar serbët. Si njerëz të Beogradit, ata janë njerëz të Beogradit. Për fundja fundit janë banorë të Kosovës dhe ti i ke pranuar në zgjedhje. Ke pjesë me kushtetues, po. Pra tashmë, në rast se ti nuk bën një marrëveshje me këta, si do ta bësh? Ose do kemi një ndarje të opozitës. Pra në këtë moment, Albin Kurti, në rast se do që t'japi zgjidhje, mund t'i propozoj ose PDK-s, ose AAK-s. Kurse vetëvendosjes LDK-s nuk do t'i bëj asnjë propozim. Pse? Pse nuk do t'i bëj propozim? Sepse në rast se do bëj propozim, atëherë LDK-ja do t'i kërkonte vetëvendosjes, do t'ia pranonte
pjesëmarrjen qeverisje me kusht që presidentet bënte Vjosa Osmanin. Po. Por Albin Kurti ka përcaktuar që presidenti nuk e bën Vjosa Osmanin. Si e ka përcaktuar? Sepse nuk e bëri, sepse mund ta bënte edhe radhën e parë. Pra, para zgjedhjeve, Vjosa Osmani nuk u bë presidente për arsye se nuk desh Albin Kurti, jo për arsye se nuk i kishin votat. Dakor, po. Sepse ata u morën vesh me votat. Nëse Vjosa Osmani rezulton një njerëz që ka atë 5% që s'ka problem. Po e ka 5% në partinë e saj. Nuk ka ndonjë vlerë për Albin Kurtin. Pra Albin Kurti, për rregullën e tij personale, nuk doja propozoj LDK-n. Pra LDK-ja do mbetet jashtë saj. Jo, nuk do t'i bëj asnjë propozim LDK-s për qeverisje. Edhe nëse do i bëj, do i thotë, kjo nuk shkon presidente. Pra do t'i bëj propozim ose PDK-s, ose AK-s. Ka shumë mundësi. Edhe AK-s? Po, ose AK-s. T'i bëj Ramushit. Unë mendoj që ka shumë mundësi që vetë vendosja në momentet e fundit, kur të vijë afati i fundit i bërjes qeverisë, pra se ka një afat 45 ditë ashtu për të bërë 60 ditë për të bërë qeverinë, në momentet e fundit do t'i drejtohet PDK-s. PDK-s. Po. Sepse një ditë para zgjedhjeve, Bedri Hamzës, për arsye se një ditë para zgjedhjeve, Bedri Hamza në tubimin për mbyllës tha një shprehje shumë interesante. Tha, neve tha PDK-ja tha i ka hequr vijat e kuqe. Në kuptimin e bashkëpunimit. Po. Pra jemi të hapur për Pra jemi të hapur bashkëpunim. Pra deri dje kishim vijat kuqe, vetëvendosje, nuk bashkëpunim me vetëvendosjen. Kjo deklaratë e tij e tha si shprehje në mes të një fjalimi. Po, nuk është pak. Pra kjo tregon që nesër PDK-ja mund të bëjë marrëveshje me vetëvendosjen dhe nuk do të ishte keq të bëjë, mund të adopsonte opozitën, por ama do të jepte një zgjidhje përfundimtare e Kosovës, sepse të dyja bashkë mund të zgjedhin edhe presidentin, edhe qeverin, dhe Kosova të mos shkojë më sërish në zgjedhje, sepse nuk e ka luksin që të bëjë zgjedhje çdo 6 muaj. Është dëm për qytetarët, sepse zgjedhje çdo 6 muaj. Po pra, pikërisht, po nuk ka luksin të bëjë edhe zgjedhje të 4 për 3 se s'bën dhe 4. Jo, sepse ti mund të bësh edhe 5. Po nuk ecim me këtë konceptin të bëjmë për arsye sepse do shohësh dëmi që bën. Dëmi është ekonomik, dëmi është politik, dhe mbi të gjitha dëmi është demografik, sepse duke mos pasur garanci, duke mos pasur stabilitet politik, pra nuk ke një qeveri, se nuk janë asgjë, atëherë njerëzit çfarë do bëjnë? Do zgjedhin të largohen. Pra ti do bësh edhe dëm demografik ndaj Kosovës në këtë aspekt. Sepse po largohen me shumicë. Opsionin Kurti ta bënte këtë me PDK. Unë thash pra nuk deshën. Jo, se me LDK-n dakord nuk deshën, po me PDK. Sepse PDK-ja kishte vendosur vizat kuqe. Pra nuk bën. Qartë. Prandaj kjo deklaratë në këto zgjedhje që kemi hequr vizat e kuqe, kjo jep mundësinë që mund të shkojë drejt kësaj. Pra e djeg totalisht LDK-n e Vjosa Osmanit dhe LDK-ja ose duhet të ribëj një riformatim nga e para, të zgjedhë kryetar të ri, ose LDK-ja mori fund si parti politike. Nëse LDK-ja merr fund Dritan, çfarë ndodh me Vjosa Osmanin? Vjosa Osmani do bëj një parti saj, do marrë një pjesë elektorate të LDK-s dhe do ndahet. Do bëj një parti saj. Absolutisht, se nuk ka ku shkon tjetër. Apo do të bëhet pjesë e LDK-s dhe do vazhdojë aktivitetin e saj politik. Varet se kush do zgjidhet, pra në rast se shkojmë në një bashkëqeverisje midis PDK-s dhe vetëvendosjes ose AK-s dhe vetëvendosjes, LDK-ja është detyruar të hyjë në një proces riorganizimi të saj. Opozitë LDK-ja. Mbetet opozitë. Opozita më e madhe. Po, është detyruar që të ribëjë një riformatim të saj. Dhe të zgjedhë Vjosën kryetare. Nuk e di a do të zgjedhë Vjosën apo jo. Fjala vjen po them unë, po normal që edhe Vjosa ka vajtur aty me atë ambicie për të bërë kryetare e LDK-s. Sa shanse ka, sa mundësi ka ta pranojë LDK-ja dhe një herë Vjosa Osmanin dhe do të jetë e vështirë për arsye sepse aktualisht për shkak të këtyre votave që u morën, duke bazuar mbi votat, pra vetëm 5% dha